Prokurorët në Hag kanë shpalosur përgjegjësitë penale të akuzuarve Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Në fjalën përmbledhëse, prokuroria Kimberly West i ka thënë trupit gjykues se prokuroria ka mbi 5.000 prova materiale dhe mbi 28.000 faqe me transkripte për rolin e ish-udhëheqësve të UÇK-s, ndërkohë që për këtë çështje ka intervistuar 130 dëshmitar. Kanë kaluar shumë vite tashmë dhe ata të cilët kanë humbur pjesëtar të familjes kanë menduar se nuk do të ketë drejtësi. Shteti së drejtës nënkupton se askush nuk është mbi të drejtën dhe ligjin. Kjo do të thotë se edhe njerëzit më të fuqishëm do të duhet të japin llogari. Ne kërkojmë mbi bazën e provave të paraqitura që të akuzuarit të japin llogari dhe të jepet dënimi i duhur. Avokati mbrojtës Simon Lowes përmblodhi dëshmitë e viktimave. The exceptional cruelty shown by some KLA soldiers. Më ka befasuar mizoria e jashtëzakonshme e treguar nga disa ushtarë të UÇK-s përgjegjës për të burgosurit e të gjitha etnive. Në pothuajse të gjitha rastet të paraburgosurit, viktimat që unë përfaqësoj u përballen me trajtim të turpshëm dhe të tmerrshëm, një mungesë pothuajse plotë e procesit të rregullt ligjor. Prokuroria e Hagës pretendon se Hashim Thaçi ka gënjur disa herë ndërkombëtarë ndaj deklaratat e këtyre të fundit duhet të merren me rezerva lidhur me UÇK-n, komandën e saj dhe rolin e ish-sheprorëve të saj. Sipas akuzës, Thaçi ka qenë përkrahasi drejt për drejt i qëllimit të përbashkët të tyre kriminal, gjë që mund të vërtetohet bazuar në mënyrën se si ai ka folur për lidhjen demokratike të Kosovës. Për rolin e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit si epror të ushtrisë shqiptare të Kosovës, prokuroria e Hagës ka kërkuar nga 45 vite burgim për secilin.